Ta nisim sot edicionin informativ me një lajm vërtet të bujshëm. Sapo mora një informacion se disa banorëve pranë liçenit u ka shkuar një shkresë nga bashkia për t'i liruar banesat. Nuk e kupton që në këtë botë janë personat e ndyrë, ata që arrin majet e politikës? Nuk e kupton? Dhe mos më thuaj që nuk e ke personale. Po pse t'është fiksuar që e kam personale? Ulja jote në detyrë nuk ka të bëj fare me Vasianin. Është juar Bertela, nga Burgo. Bleri Mzani, deputet I opozitës dhe ministër I ekonomisë në kohën kur ishte në pozit, ka ndërruar jetë. Edhe ti ulja atë kameran se nuk të tha njeri të gjirosh. Të duket vetja trime? Kush e ky? Albert Vela. Cili është frymëzimi më I madh në jetën tuaj? Padyshim revolucioni studentor I viteve 90. Ëndra që thurën në atë përpjekje supreme për të fituar lirinë. Përballën me të keqen e diktaturës deri në kufijtë e ekzistencës. Dhe kjo periudhë më bëri mua që të frymësohem dhe më dha bazë shpirtërore. Forcën për të qenë ky që jam sot. Po ëndra juaj? Të le pas një vepër që do të mbetet për një kohë të gjatë dhe do t'i shërbej brezit të ri për formimin e tij. Zoti Ruçi, a mendoni ju se zoti Blerim do të ishte një kandidat potencial për kryetar partie, edhe pse jo edhe një kandidat I vlefshëm dhe I mundshëm për kryeministër në zgjedhjet e reja parlamentare? Nëse unë do ta dija që përballë meje në këtë panel është ky zotëria këtu, nuk do kisha ardhur fare, sepse botimi atij artikullit të këtij zotërie ishte një makabritet. Zoti Artan, artikulli im është botuar në periudhën kur zoti Zani ishte gjallë dhe ishte në aktivitet të plot politik. Po, kjo është e vërtetë. Pra artikulli është botuar përpara vdekjes tij. Sigurisht ne kur morëm vesh lajmin e vdekjes e tërhoqëm menjëherë artikullin, por disa portale e kishin marrë dhe e kishin botuar. Por më lejoni shtoj dhe diçka, që zoti Blerim, ndryshe nga shumë politikanë tjerë, duke përfshirë dhe zotin Cakani këtu, nuk merrte kurrë asgjë personale. Në fakt, zoti Ruçi, emërtimi Qejfe nuk është as pak një emërtim politik, përkundërzi është tepër personal, pavarësisht nga konteksti në cilin ju e keni vendosur në shkrimin tuaj. Në fakt, do ta nxisja zotin Cakani të flasim këtu tani për aspektin pozitiv të jetës Blerimit. Sepse zoti Ruçi është një gazetar dhe një familjar I përkushtuar dhe këto fjalë nuk I takojnë, nuk I përshtaten. Dhe në opinionin tim, për mendimin tim, ai artikull, ajo frazë është vënë në kontekstin politik. Zonja drejtoreshe përgjithshme e policisë, a mund të na informoni në studio, po nëpërmjet nesh edhe telespektatorët tanë, se në ç'pik janë hetimet e policisë me rastin e vdekjes së ndjerit Blerim Zani? Deri më tani nga hetimet e kryera duket si një vdekje natyrale. Po sigurisht fjalën e fundit do ta thotë ekspertiza mjekoligjore. Qartë, e kuptoj, po policia nuk ka asnjë të dhënë sa do të largët për shkaqet e vdekjes së deputetit? Kemi çuar për ekspertizë disa gjurmë sipas të cilave deputeti Zani mund të mos ketë qenë vetëm, po në praninë e dikujt. Pra ju po thoni që dikush tjetër ka qenë prezent në momentin e vdekjes së deputetit Zani? Ka qenë, po nuk e di me siguri në momentin e vdekjes ose jo, po kjo pritet të dalë nga hetimet që do të bëj prokurori në vazhdim. Qartë, nuk mund të keni një përfytyrim qoftë edhe hipotetik se çfarë personi ka qenë pranëtiri I seksit femër apo I seksit mashkull apo kushdo qoftë? Kjo është pjesë e hetimeve, me këtë merret organi hetimor. Kuptoj, pra sapo patëm tani live nga drejtoresha e policisë së shtetit pikërisht një lajm të rëndësishëm. Policia pretendon, por akoma e pavërtetuar, mbetet që një person ka qenë prezent me deputetin Zani në çastet e tij të fundit, pra në momentin kur ai ka vdekur. Është një lajm I rëndësishëm, me këtë edhe po e mbyllim emisionin ton për sonte. Një njeri ka qenë prezent me zotin Zani, ka qenë pranë tij në momentet e fundit të vdekjes. Faleminderit për ndjekjen, do ju informojmë në emisionet e mëpasme. Natë mirë, mirupafshim gjithë, duke falenderuar edhe pjesëtarët në panelit tim. Natë mirë. Shkoj mirë, a? Shikoni se nuk thash atë. Nuk thash atë. Unë nuk të kemi atë programë.
Mos harro të pish ilaçet. Pise dhe djetë thash 3 herë. Prapë me jetë këto pisleqet. Se janë pisleqe, janë ilaçet e tensionit. Këto janë ilaçe me të mytë me zërë. Që më shetë si bufë, thash dhe ti pi. Mirë. Kur do vish sonte shi? Sa mbaroj? Ti dili qik, mos rrit mbraj se shumë gjithë ditën. Nuk mundem me dalë, nuk kam forcë. I vetëm kur më gjesh në ditë të poshtë të shkollët. Tani, mos e egzagero. Mos fillo prap tani. Se nuk bëndon shumë mirë. Mirë. Ti ilaç. Nina, Si e? Mirë? si e Nina, mirë. Për lekët e shkallës desha i qik lutëm. Si ke dhëmë. Për pun ditë është dhe rroga, kështu që... Po të paktën 1 muaj. Se shkon gjatë shumë. Ja, këto një. Faleminderit. Vapi si u bë? Mirë, Të shkuar. Gjithë të ngërli kjo. Kush? Kjo. Ne bëjmë punën, kjo pi cigare gjithë ditën. E bu ajo, e shku që këtë jetër. Asu merë me atë ati. E di që kishë thënë kjo kur do futesh në punë. Që është shumë e re, nuk besoj se bën dot ajo të punë. Kushtë të thëtë? Ata të grimit me i din gjithat. Nuk e besë. Nuk meret me fjetë. Elva, makinat pra t'jashtë. Verdela s'pranak një atin të anistë. Kjo dhe Artanin si e më gishtë. Me Artanin ata njën që në fillim, janë miqë. Je i sigurt? Në rregull, faleminderit. Faleminderit. Mama Bela, ekonomisa, që mos e pak. Po. Ku ishe se po të kërkoja? Tu, bani. Do të nisësh më njëherë për të shpjegë fëmijës. Kur ti rrugës do të dërgoj një mesazh që do e verifikosh te burimi. Edhe mos u varo. Dakor. Edhe fillo gjej lajmet vet. Gjej burimet. Mëson Elda. Burimi. Burimi është gjëja më e rëndësishme për një gazetar. Igime? Igim. Spital. Mu shefi më tha të shpje fëmijës. 2 minuta punë kam, nuk vonohem. Po motra, nuk kam ku da gjej naftën unë. Nuk do të nxjerrim parë nga xhepi im për punët e tua. Ti jap unë lekët e naftës, po hec. Aha. Po. Ore, ku po shkon ti? Ej, ku po shkon, po të them? Të shpje fëmijës pra mo.
Shefi tha duhet më shku shpejt. Nuk kam që më të hajnë llave për qefin tatë. Jenë Terezitin spital, thash? Nuk vonomi, më 2 minuta punë kam. Unë shkoj në spital vetëm po më tha shefi, ja. E marrë në telefon tani. A jenë Tereziti, ula të telefon tani? Se ma, pak herë kemi marru punë të tuja, sa herë ki dashtje? Apo ja rrova ato tollonat e naftës që më fusje në gjep, se s'kina marrë rrogat. Ecë spital, mos e zgjat. Spital jo t'ikun. Hajde me mua mërë dhe kamë. Jam gazetare, kam Ore 5 minuta punë, pas të Jemi 3 orë që rrim këtu me tension, jemi televizion. Jam gazetare. Doktor, më falë, të lutem që hyra kështu, po jam në punë dhe s'kam kohë. Jam vajza ardhja mbushatit, duhet vija që dilë. Duhet të vazhdoj të bëj kimio, me patjetër, duhet të ndrojmë kurën, t'i bëjmë kimio më të fortë, sepse me këtë masë nuk ka ndryshim. Dakor? Po diskun nuk do e shohësh? Po nuk ka nevojë diskun, kam të dhëna të analizat këtu. Atere, këto ilaçe do t'ja marrësh. Më falë, doktor, janë të rimbursuash me këto ilaçe? Ju duhet pyesni më mirë mjekën e lagjes, sepse ajo ju sqaron për gjithë. Dakor? A janë urgjente? E po tash çfarë do të them unë tash ai është rënë. Shumë keq. Ju duhet i blini ilaçet. Ti marrë pa haqë. Faleminderit. Berbesha, edhe më prapta. Mirë, lërit. Zonja drejtoresh, juve më herët e keni mohuar faktin që në spital janë shtruar fëmijë nga institucioni juaj. Unë kam intervista të fëmijëve që janë të helmuar dhe ndodhen në spital. Mund ta jepni një përmendësim për këtë? Ju lutem, mund ta fikni pa kamerën? Kush e furnizon institucionin tuaj me ushqime? Ju kujtoj që keni detyrim ligjor në përgjigjen. E kuptoj, po a mund ta fikësh pa kamerën, të lutem? Kjo është fotokopja e dokumentacionit që kërkohet. Të varë. Mund të xhironi pa problem.
Kemi pak më. Duhet pak shpatën. Duhet pak më. Bravo. Shpejt. Perfekt, faleminderit. Si jeni? Më falni që lash të prisa apo isha? Nuk dila do të nga qenë. Pak më këtej lutem. Aty krap. Jemi mirë, okej? Mirë, moj. Je shumë mirë. Zonja apo zonjush? Zonjush, normalisht. Zonjush Angela, prej sa kohësh e drejtoni kompaninë e importit ushqimeve dhe Best of Food? Kemi informacion nga QKB që ju jeni administratore kryesore e importit të ushqimeve dhe Best of Food. Po, edhe? Juve furnizoni me ushqime dhe jetimoren, apo jo? Nuk e kuptoj ku do të dalësh me këtë pyetje. Dje nga jetimorja janë helmuar 7 fëmijë cilët janë shtruar në spital. Edhe ju jeni furnizuesja kryesore. Ti shumë e mirë më duket, më fal, mendova se do flasim për karrierën time këtu, më kupton? Çfarë janë këto pyetje idiote? Janë helmuar 7 fëmijë. A janë sigurta ushqimet që ju i importoni? Ej, ti shonjë debile se s'ka mundësi. E di me ko po fleti, vajz? Ha? E ke ide se çfarë jam në gjendje të bëj? Çfarë? Tregoj diçka. Çfarë është kjo tani? Shikoja. Keni ndonjë koment? Kujton ti se po më personon mua? Ka mundësi të lutem çdo pak për jashtë? Hajde. Shumë faleminderit për intervistën tuaj. Të lutem jashtë, edhe këtë zgjebarakun, mjaft. Ka mundësi të lutem dil jashtë? Hec po dil jashtë tani, idiot. Dil jashtë, duko. Më dëgjon, po është mirë të futemi sa më shpejt këtu se ka zhvillime. Është bërë shpesh herë praktik nga qeveria, por gjithashtu edhe nga organet vendore që projekte shumë të rëndësishme për buxhetin e shtetit të mos publikohen deri në momentet e fundit sa janë gati të fillojnë. Një rast i tillë është edhe ai i Parkut të Drejtësisë, një investim ky që pritet t'ju kushtoj shqiptarëve rreth 1 miliard euro, pra sa 1/3 e buxhetit të shtetit dhe një hapësirë publike prej 1 milion metra katror. Sigurisht bashkia pretendon që ky investim do të jetë Shqipëria e të ardhmes, e megjithatë se çfarë përmban projekti, këtë gjë ende nuk e di askush. Për këtë ne kemi të dërguarën tonë në terren gazetaren Gentiana Ruçi që do të na informojë më tepër dhe që është duke biseduar me banorët atje. Gentiana. Po Mirela, po ndodhemi këtu në vendngjarje, siç e shikoni policia ka rrethuar zonën dhe po përpiqet t'i bindi banorët të braktisin shtëpitë e tyre. Nga ana tjetër, banorët janë ngujuar dhe për asnjë arsye nuk pranojnë të lëvizin nga shtëpitë e tyre. Në vendngjarje këtu. Janë drejtuar drejt kryerit të policisë. Jo, janë drejt të rinj, dhe është edhe një zonë që do t'i ndaloj, janë drejt të rinj. Zonë që nuk ka fëmijët e vetë. Ka ikur furgoni i policisë, ka ikur zonja dhe fëmijë që e ndjekin nga pati. Gentiana, afrohu për të marrë ndonjë intervistë, diçka më tepër, çfarë do të dimë për ngjarjen? Përse nuk doni t'i braktisni shtëpitë tuaja? Sepse nuk na paguan me shqimin e tregut.
për çmimin e vendosën vetë ata. Kaq kene ata. Doni s'doni, do të lërën shtëpiat. Kur ju ka ardhur urdhri? A di që biseduam bashkë. Por ju atë ditë më thatë që nuk kishit asnjë urdhër. Na premtuan se do jemi në një qytet. Po tash jemi detyruar të lëshojmë shtëpitë falos. E kuptoj. Atëherë kjo është situata, këtu ndodhen edhe banorë të tjerë. Të na batisin nga shtëpiat, pa na lajmëruar, duke na mashtruar, duke paguajtur më shumë dhe ta nuk majnë asnjë fjalë. Ne jam vitim të erë. Çfarë ju kanë premtuar ju? Nuk na kanë premtuar asgjë gjë, na kanë sjellë momentin e fundit pa na caktuar as çmimin, as vlerën se sa e meritojnë objektet që do prishin. Qeveria poshtë. Atëherë kjo është situata këtu Mikela. Banorët janë të revoltuar, janë të pakënaqur, kryetari i bashkisë ka bërë një sër premtimesh gjatë fushatës elektorale, gjë që nuk ka mbajtur asnjërin prej tyre. Kështu që siç mund ta shihni edhe vetë, banorët janë të revoltuar dhe të pakënaqur, siç e thash. Nga unë Gentiana Ruçi e mbyllim këtë lidhje direkte nga bregu i Liçenit. Faleminderit. Ishim në lidhje direkte me gazetaren Gentiana Ruçi, e cila ndodhet pikërisht duke biseduar me banorët, të cilat ishin mjaft të revoltuar, për shkak se nuk janë të shpërblyer me çmimin real të zonës, por me çmimin e vendosur pikërisht nga bashkia. Ke ardhur si mike apo si gazetare? Të dy. Në ndecje. Ti ishe në ndecje. Po. Në ndecje që nuk e ndjen kur afrohet, për kur e sheh ke humbur luftën. Më fliste shpesh për të. Thoshte, nëse do kishe pranuar t'ishe këshilltarja e ti, do t'ishe të pathyeshë. Unë me Blerimin s'do kishim punuar asnjë ditë bashkë. Ishte e pamundur. Dhe kur thoshte gjërat parëndësishme, të ishte gjithë vëmendjen. Shumë ndryshe nga Kristaq. Si ishte kohët e fundit? Mërzitur. Pyesja shpesh çfarë kishte, po më thoshte që problemet e zakonshme të punës. Kur e pe për herë të fundit? 2 ditë para se Mora në telefon. Nuk më përgjigj. Sa i dilte i fikur. Policia, prokuroria, kanë ardhur, po? Po. Por unë nuk di asgjë. Dhe këtë drejt shtëpie dua ta shes. Ka gjysmat e parave pa paguar ende.
Të gjithë thoshin që kishte biznese, vetëm unë nuk e di. Me ka i kishte dhe ku i kishte ato biznese. Mua ndan të hallet me tjerë të qefet. Me Kristaqin ke folur? Varrim. Kohët e fundit nuk takoj shpesh me Blerimin. Edhe nëse kishte në i porosi, dërgonte shoferin e vetë. Ka dal Berti, e di? Jo, nuk di që. Jo, mendoj se mbase ai ka në idejeni për para, prandaj. Si ta marrin vesh të që? Do përpiqem. Violet. A e din ti që ishte me një grua? Atë e di gjithë bota. Me këta e qëpësirën dhe të këtë qënë. Lekët mund të ketë thonë emër të kësaj. Prova fort, Violet. Të sugjeroj që këto fotografi mos e tregosh kërkoj. Për momentin. Dhe pavarësisht këtyre borgji ishte më i ulti në të gjitha këto vite, krahasimisht me investimet. Opozita asaj kohe nuk mendonte kështu. Zani u akuzuar për korrupsion dhe u padit për tyre në prokurori. Kjo ishte arsyeja që ai dha dorëheqjen si ministër për të lënë rrugë të lirë hetimeve dhe mbase për të kthyer më fuqishëm se kurrë në politikë. Blerimi ishte nga të rrallët politikanë që përveç anës së tij profesionale të shifrave, kishte shumë të zhvilluar dhe komunikimin me njerëzit. Përshëndetje. Përshëndetje, shefi po ju pret, e jani me mua. Përshëndetje. Shef, erdhi. Faleminderit. Ku jetë? S'kujtohesh fare për shoqërinë e vjetër. Ja, pra erdha. Ç'ne qerdhe? Kam qenë e ngarkuar, mos bëj ironi. Blerime. Akoma nuk e ka marrë veten. Edhe Violeta rënd ishte. Në të shpëruar. E pash. Nuk e shija dot është. E di kam vendosur që shkollën e fëmijëve ta paguajnë. Është me pak të gjë që mund të bëj për të. Si shkon në të dy? Takohesh apo jo? Ne zjeshim shpesh, ti e di.
Unë doja ta zbrisja në këmbë në tokë. Kur ape për herë të fundit? Së majmë. Pse? Kot. Kishte dalë Berti? Po, e mora vesh. Ju e dhatë të lajmë. Po ti, di ndonjë gjë më tepër? Unë se kam pasur kur qejf atë njëri. Blerimi ka pësuar infarkt akut. Në gjakun e tij janë gjetur gjurmë të ngjashme me Viagrën, por më e fuqishme. Bën çudi që ai i përdorte duke patur parasysh edhe moshën që kishte. Ka marrë Viagra. Nuk mendoj se në atë shtëpi ka qenë me të shoqen. Media vdes të bëj publike të tilla skandale. Faleminderit. Mirëpafshim. Unë duhet të publikohet. Deri më tani, nga heqimet e kryera, duket si një vdekje natyrale, por natyrisht që fjalën e fundit do ta thotë ekspertiza mjekoligjore. Policia nuk ka asnjë të dhënë për shkaqet e vdekjes së deputetit Blerë? Nuk jemi dhe aq bindur. Kemi çuar për ekspertizë disa gjurmë, sipas së cilave deputeti Zani mund të mos ketë qenë i vetëm, po në praninë e dikujt. Hetimet për vdekjen e deputetit Zani kanë hyrë në një fazë plot me pikpyetje pas kësaj deklarate të drejtoreshës së përgjithshme të policisë së shtetit, zonjës Arbana. Ora kur deputeti Zani, sipas specialistëve të mjekësisë ligjore, ka ndërruar jetë, mendohet të ketë qenë 22:30. Vila ku deputeti Zani ndorroi jetë përdorej prej tij si zyrë private ku ai zhvillonte takimet e punës me njerëz të afërt. Banorët e zonës përreth thonë se ai nuk vinte kurrë vetëm në vilën e tij. Aty është parë shpesh në shoqërinë e politikanëve dhe biznesmenëve të rëndësishëm. Takimet me personalitete të tilla ai zhvillonte zakonisht ditën ose pas dite, por jo në mbrëmje vonë. Kohët e fundit, deputeti Zani në ambiente të ndryshme publike është parë në shoqërinë e një mikeshe me inicialet ZK, me të cilën ka punuar dikur në Ministrinë e Ekonomisë kur ishte ministër. Pamjet nga kamerat e vilës dhe të zonës përreth do të zbulojnë më shumë mbi këtë vdekje të papritur dhe enigmatike të deputetit Zani. Ato do të jenë vendimtare për të përcaktuar edhe kush ka qenë personi që e ka takuar për herë të fundit, i cili me siguri mund të ndihmojë për të zbuluar arsyet e vdekjes së tij.
Më njeti mua? Jo. Po atëherë? Atëherë çfarë? Nëse mendon se e kam nxjerrur unë lajmin e ke gabim, se për këtë më ke thirrur apo jo? Lajmin jo, po inicialet e emrit tim i nxorë ti e para, apo jo? A e kupton që po hedh dyshim mbi diçka që nuk ka lidhje fare me mua? Unë kam punë, kam familje, kam karrierë, që ti për disa klikime më shumë të lajmit tënd po i hedh në erë. O zot, sa të pa shpirt që jeni. Lajmin e nxori drejtoresha e policisë, dashur. Po ti e vazhdove. Është detyra ime. Më fal, detyra juaj është të shkatroni jetët e njerëzve. Detyra ime të shkatroj jetën e njerëzve. Më fal, mërzojnë se as të njoh, as nuk e di kush je, nuk e thirrur ti. Unë nuk kam lidhje fare me këtë rrumuj. Fare. Ajo t'ja shka? Pas keni ju karfit? Nuk e kam. Është objekt në skenën e krijimit. Si ndodhë? Nuk e di. Unë isha në tualet. Edhe kur u ktheva e gjeta të shtrirë në kuzhinë. Nuk e di. A ishte potent atë? Çfarë do të thuash? Pyet seksualisht. A ishte potent? Më fal, po me çdo drejt po pyesni për gjëra që kërkoj ndjesë, është diçka shumë personale. S'duhet të pyesje. Çfarë bët? Të gjitha i bën nëse do të dish. Do të them çfarë bët përpara se të bënit seks. U takuam dhe pim një gotë verë. Një verë? Po. Po e gjetët verë? Verën? Pse? Është e rëndësishme, Kluka. Nuk e di. E gjeta në shtëpi. Po pse po më pyet? E ke regjistruar këtë bisedë me siguri, a? Se nesër do nxjerrësh lajmet me titull bombastik, zbulohet lidhja sekrete e deputetit të vdekur. Apo? Falë se e kisha emrin? Jacqueline. Jacqueline, qofsh mirë.